Më thiri, Hashim Thoqi, edhe ma bënë qështu me kjo. O folë që shqiptari është qaj që bënë seks mas shumë ti. Mirë se erdhët në Ilir Podcast. Sonte e kam një mik shumë të mirë, është regjisor, producent, firmë, biznis, qka të thush, drejtor. Ky është Shkelzen Sulejmani. Zeni, mirë se erdhe në Ilir Podcast. Mirë se ju gjeta, faleminderit edhe shumë jam I lumtur që po jam para teje. Faleminderit Zen. Edhe unë jam I lumtur pasha zotin po. Në këtë format edhe në këtë formë, më pëlqen kjo emision jote, edhe jashtëzakonisht jetu boni punë të mirë, edhe jetu shpalos çdo ditë diçka të re edhe më ndryshe se emisionet tjera dhe qyshin am mësuar me po. Faleminderit Zeni, shumë faleminderit për to fjalë Zen. Është e vërtet gjatë bisedës para se më urdhën e ti dhe këtu bisedum rreth formatit të podcastit, unë tregova me sinqeritetin më të madh Zen. Kanjerë nuk ponina rahat, nuk e di pse. Emisioni si emision jemi mësu në tulli farforme me pa. Jemi mësu aktor, jemi mësu regjisor, jemi mësu me pa gazetar, format të ndryshme të emisioneve të tilla. Ti më thani fjalë të mirë, më thama po me ka një kurajo ka njerë që me mujtë, ka njerë me nëzirë diçka më të mirën të mundshme për emisionit. Kjo ti, si specialist, si regjisor, si producent, qa më kështë sugjeru, por me sinqeritet për të pës? Une, vetë punën që jetu e botë ti, është një punë që po ka sukses dhe këshillat e mia nuk jepen të te për me prunë sukses. Këshillat e mia jepen për ty, veç për me thonë qatë kurajën edhe qatë ndjenjen tonë, e di shumë gjenerata jote e ju me thonë është mungëjes jo, po është një sen që jenë mësu, me gjiru me kamerat mdoja, me drita shumë, me ekip të madhe. Me një ekip të madhe edhe me kriju se krija një farë besimi, edhe kja jeni gjatë kohës kur jo keni punu edhe deri tash, sepse jo jeni njerë që keni punu edhe në kohët edhe ma të vështira, edhe në teknikën edhe ma old school që ka qenë edhe shkollë vjetër. Po, kështu që kjo na mundëson një kvalitet mirë, një paraqitje shumë të mirë, po normal që neve na vynë, ose juve ju vynë një qasi ndjenje për me pas ma shumë teknike dhe qaja të krijan pak thu, këta djemë që po rrim për masë, shkolla jonë që na ka mësu, neve na ka mësu ndryshe, e dina që na kanë mësu edhe me punu me film, edhe na ka punu me asistenta, me ketë, se na vina për njëjtës shkollë. Kështu që e di, po koha ka ndryshu, koha është çdo ditë sjell ndryshimet mëdha në teknologji edhe në punën që e bëjmë na për dëshmërinë, edhe në këtë fushat, edhe kjo ka ndodhur, realiteti është që na tash punojmë shumë ma lehtë, punojmë mundësia ja është më e madhe, njerëzit nuk I kena 3-4 kamermana këtu, po e kemi një realizator edhe një teknik, edhe na mujna me realizu jo një emision ditje, po mujnë me realizu 2-3 emisione, e kjo, s'po tham që ju e një gjenerat ma e vjetër, po foli gjithër ka shkolla, këto na nuk e kena mësu shkollë, këto nuk na kanë mësu për kohën e arshme të teknologjisë, na I na mësu për definicionin qysh me bo emision, qysh me bo film, qysh me bo serial. Duhet me ditë na që arti nuk ka definicion, arti është I lirë, teknologjia tash I ka thyt gjitha kufit, mujna me realizu me telefone, me shumë teknika tjera të cilat na në shkollën tonë nuk jenë konë as parashikueshme. Sulejman Kllukuçi ka thonë një sen që më ka pëlqyer ton jetën, që ka thonë mos investon teknik, se teknika leviz, e investimi mundet me të hup. Kështu që kjo është një sen I mirë që përmendit profesor Sulejman Kllukuçit. Bashkë një mirë. Jetu bo një punë të mirë, pavarësisht kësaj backgroundit e making-ofit, produkti, rezultati, është I jashtëzakonshëm, është I mirë, edhe është diçka që njerëzit nuk hezitojnë me ndëgju, është diçka që
knaqesh të ngu një format të tillë. Faleminderit Zeni, shumë faleminderit. Unë tregova edhe më herët, unë si Ilir është e vërtet ajo që po thu që jemi mësuar me punu me një ekip ndryshe, jemi mësuar me pas njerëz më shumë, staf më shumë, dikush që kujdeset më shumë për punën që e bojmë na ose realizimin në final. Shpesh më kanë thirrë edhe njerëzit më kanë thonë Ilir, apo ma bëni reklam. Unë kam thonë, unë nuk di me bë reklam, unë luj në reklam. Po, ti po del, unë e dalë se më thot Zeni, më thot regjisort, shko, hinë bëni një reklam, jo veç luj reklamën, se unë nuk di me, unë veç luj, nuk di me bo. Këto, hala nuk po muj mi kuptu, mi da, që thojnë shapi për sheqerit, qysh duhet më bo reklama dhe qysh luhet reklama. Na jem që lujmë, nuk jem që di me bo, dini me bo ju. Kjo është nuk të liran për mosdijes për me bo një reklam, po ideja e mentalitetit ton, edhe të biznesit, edhe të njerëzve të përditshëm, pa keq kuptime, është aktori ai i cilët i din krejt. Regjisori nuk është një person i duar trukitur prej masës. Regjisori është një pozicion ma i pa duar trukitur në gjitha format. Nëse projekti ka me dalë mirë, e di, adin me keqardhi thamë që jo aktorët keni me i marë duar trukitjet. Edhe kërkush nuk ka me thonë regjisori. Nëse del projekti keq, Krejt kanë me thonë regjisori i keq, se na kena mujtë ma mirë. Kështu që kjo është një sen që njerëzit e përditshëm e drejtojnë gishtin të jo, edhe të ideja, edhe të skenari, edhe ju e përfaqësoni punën tonë, ju jeni ambasadorët më të mirë të mundshëm që të një projektit, jeni emblema e projektit, edhe ju tash keni zgjedhë këtë profesion, keni zgjedhë të jeni të partë, edhe neve ma pak në njohin njerëzit, ma pak në duar trukasin, ma pak, po e rëndësishme është që jo me njoftë regjisorin, me ditë vlerën e regjisorit, edhe me ditë që një projekti mirë nuk funksionon pa një regjisor të mirë, pa një skenarist mirë edhe pa një ekip të mirë. Kështu që sot në Kosovë, Zeni, kemi regjisor shumë mirë, kena ekip produksionit mira që me të vërtet për bojnë një realizim të hatashëm. Unë jem të punu një 2-3 projekte, jem të i pa, diopit, çkëllqyshëm, qëfar kuadro marin, i shojnë drejtorin e fotografisë, pisho, jem të punu me ta, jem ka një farloj energjie pozitive, po vlas në qëto projekt, po kanë dëshirë, po kanë vullnet. Tash që po thoni edhe jo me ta vërtetu fjalën tonë që kanë ndryshu teknologjia, rrethanat, kushtet, tash me telefona, me kamerat vogla, me aparata, me këto une në për herë të parë kur kam xhiru njerë se thesha po me bojnë edhe këto kamerat të mshefta, që është dinë edhe me bo, ju regjisorët e tjerë, për mishtimi kesh, që po di unë mi nxjerr ka njerë të mijat, edhe gjërëshë me një film me Gazmenelen, edhe një pisho një 2 vetë me aparata, tu pregaditu, ne, tu e bogrimin e pisho me aparata, thash, mos që tu e fotografu sheshin e gjirimit e këtu, thash garant, tha pianisëm, po shkojmë. Ku po shkoni më? Tha me gjiru. I pa i kesha një pjesë me kërë, pisho me kamera, shkojshin ata aparata, që fotografojnë. Për herë të parë, pikë qyranena, thash, ku qau ka botë. Dhe shaveq ku të piskose, thash, hajgare, tu kesh. Po shkojmë njerë, si jepshas me lu. Ja nisëm tha dhe njerë, ti kur thash gaza është primeq kjo, tha po, qësh me thash me aparata ku është kamera, ju më thash, s'ko kamera. Kjo është, e thash edhe ma herë që teknika ka ndryshu. A ma ka ndryshu dhe njerëzit. Po, kena regjisor jashtëzakonshëm Kosovë. Kosova ka potencial tepër të madh për fushën e artit, po folin të gjitha lamita, edhe në fushën e filmit, edhe televizionit, edhe teatrit, edhe muzikës, edhe krejt. Na, si shtet i vogël që jena, si njerëz, na jena sa taksistat e Stambollit. 1.500.000 taksista jenë në Stamboll. Kështu që me ardha ta, me një tur në morën krejtve. Po jena super faktur në të gjitha vendet. Për njëve fullet në kitë botën. Edhe ka arti, edhe ka krimi, edhe ka politika, edhe ka sporti, edhe kejtë. Jena shumë e fatna, çfarë populli i vogël jena, sa shumë foljet. Sa shumë kena ndikim.
para luftës o folë që shqiptarët jenë folë veç për një sen. Në Zvicër e folë për punë krau, kam punu shumë, se s'kam pas faj shkret, kanë shku dzorë, po te ana tjetër, o folë që shqiptari është qaj që bënë seks mas shumë, jo folë. Se dia është e sigurt. Po të foli gjenerata që kemi një, edhe ne kemi pas gjithmonë një mburje para të hujve që policia shqiptar dallon pak me të tjerët në aspektin e dashurisë, mos të teproj me këto, po kjo punë është nafta kjo puna e seksit të shqiptarët nuk e di, dhe më shumë është një farë hiperbolizimi, edhe na menojmë që forca tregohet me seks. Po kjo nuk ka lidhje me forcën, nuk ka lidhje me fuqin, as me vendin. Seksi nuk është një formë ose njësi matëse e forcës tonë. Seksi është dashuria, e dashuria është dashuria mund e zbesojnë dashurinë e ka zbulu djaudit, veç mos me dhonë pare, gjithë shka është me pagesë, dzënë po mdokët. Te dashuria unë e menoj ndryshe. A di që është dashuria? Dashuria është nëse ta tham një sen figurativisht, po du me ta spjegu. Dashuria, që shethojna na shqiptarët, nuk është. Edhe dashuria është kur une nisna dhe shkoj të shtëpia, edhe hi në shpetene, tu në gjithë të nalt e një zollë. Bam, 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 po bodi kur që kanë dhonë fjetës të one. E qeli derën, edhe e shok grunë me dikan mrena. Edhe e msheli derën, e i tham zemër kur të krysh, lajbrom. Po të pres poshtë e pina një kafë. Edhe kur vjen gruja, ullësh ti me të, edhe i tho grus, unë falë, qa ku mba une që ti ja orën që t'pikë. Po. Edhe ti i thunë falë që une të pas në ndiku të ti që ka që kesh, që ti me kërku diçka dashuri tjetër. Dashuri nuk është nëse ti e trallë në tani bam sa në tjetër. Dashuria notet në një rrethon ose një skenar të cilin ti nuk mënesh me imagjinuhish. Që aty i thua, dhe në falë, se unë gabimi është e une, edhe ti kumbo diçka që ti ke ordin që të pikose unë ose aj tjetëri. Që tëre folëm për dashni edhe menojmë që kemë dashni. Dzep po pëtut, pasha zotin, s'ka me shku kur, faktikisht e ko shpinë 2 katë, po do të me marrë një shpinë 1 katë, që mos me mi këto ting, ding, ding, ding. Po ti Dzep, ty të njohëm si regjisor shumë serios, fakt të tjertë njohë, jo, unë e njohë ndryshe. Po kom qef pak me ditë dhe për publikun tonë, ndëgjus tonë, shikus tonë, dzeni pak ma ndryshe, dzeni pak se jemi mësuti edhe kur t'him profilin tonë të shumë, me flok pak gjata, i ki gjithë do fotografi, diqa, gjithë në dzojnë serios, dzen. Une nuk jam serios heq. Dzeni sështë heq serios. Une qefin ma të malë tjetës teme, une kësha pos qef vish me jetu në komedi. S'ka sen ma mirë. Po, edhe këtë jetën e kam me që thetë populli me ndodhi. Ka të nga ndodhi të lutë nga dzërë. Dishka interesant. Kom një dishka së pa thunë e nisi 1-2 herë, tha, kër në shku, tha, në kanë kemi pas me tretëreshën e kanit festivalit, kër një keni qenë festivali, keni pas do farë kontrabanda, me do vena, me do dishka, pa keni po. Kanë qef me ditë publiku këtë dzënë, dishka i jashtë kornizave. Une po t'i tregoj do ndodhi sfundi. Me Enisin është një bashkëpunëtor, një partneri jame. Më fali, pëse pak edhe edhe po na bjen me udhtu bajagi shpesh. Edhe atë udhtim e bëj gjithë me qef se gjithë çka ndodh në atë udhtim. Çdo herë neve na ndodh diçka. Unë gjithmonë fitoj, lidhna me të edhe fitoj. Unë nisëm me shku për dorës me anije edhe po nol në kufi, një vetur ish ma herët të jep dokument, atë pi tha me Enisit, Enis, nëse unë e këtina nuk jepi dokumentat, so pore mi jepti mu. Tha, me so për të më lidhë. Thash, po lidhu me 50 euro. A i dokumenta polic? Polic. Okej. Edhe u lidhën si shpejt, bap, me 50 euro, kalej vetura, henom na, e qela gjomi, thash, shok polic, Shqipnis. Thash,
une jem lidh mos me t'i jep dokumentat me ty, me nisin me 50 euro. Nëse ti don me mi hup mu 50 euro, merr mi dokumentat. Tha ec. U djeg e nisi. U djeg 50 euro me të parën. Edhe shkunon vjet në Kan, najtu kina shku për qefe, e sugjeroj çdo artist, çdo që merret me këtë fush, me shku me vizitu Kanin, edhe me najt një javë në atmosferë të filmit, të artistave të mëdhenj të botës, edhe mu knash. Edhe porina na për qef, ishëm 3 shok, unë, Besi, Enisi, edhe Iliriani, Hima, regjisor. Edhe po shkojmë darkë me këta profesorat e fakultetit, ke edhe Blerta Zeqiri, prej QKK-s, edhe na tha neve, qysh tha, me mujt mi prun do vena në shtant. Se na ka prun ambasada 30 paketa vena, edhe ambasada jon? Ambasada e Kosovës në Francë. Edhe mi qitë në shtant që mi ju jep njerëzve viziturve. Si lloj promovimi? Promovim, po, shumë mire. Wow, sa mirë. Na jena largë, s'po kena vetura, qysh mi baj 3 qika të QKK-s. Tha pjebina ka 2-3 shisha. Edhe po dojnë mu kry festivali, edhe pa e promovu qitë punë. Une, këtë njerëzit edhe këtë shuk të mjojnë që unë nuk thejna mrapa. Nuk thejna për kur gjojsh, nëse e vendosi. Deri në fund? Pa, s'ka që mem që e ndryshan. Thash unë e kam e shku nesra me si marë. Na ishu me vetur, thash nesra me nxes, shkoj edhe ti marë venat, e mora e nisin, Ilirian Himin, edhe 2 punëtore të QKK-s. Unë e morëm 30 paketa. Ato ka 6-12 copa më rana? Ka 6 shishe. Full, shumë. I bajtu mi shtinëm kërë edhe, po shkojmë. E nisi, është një djallë shumë serios, një djallë pedant, edhe një djallë që aj nuk ka qef asë edhe një sen me bo, jashtë normave. Edhe ose norma, ose ligjit. Aj dënë drejt. I përpikt. Edhe më tha mu, tha, dzen, tha, këtu vena nuk mujna na mi shtja ti, a je normal ti? Tha që e po shkojmë. Tha marrë be me shkuna me kërë në festival. Po, keri me rëkësa me rind? Ja, keri rëkësa. Au, dzet. E këshëm një S-klas, po shqyqyr ke keri mirë, edhe u afronëm të sigurimi. Doli Liriane të sigurimi ti tha, qështë të shtymë Kosovë, po dojna mi quda qësit të shtandi, tha zbati gjepë. Pse? Tha, duhet mi lang këtu, duhet mi kontrolu, u konë problem që aty në festival u konë edhe nëse s'ka bëj, u konë shtandi edhe i Izraelit, u konë një ku ju e përshtatme, u konë kontrollat tepër e madhe, edhe një deodorant në qant të laptopit nuk ta lejshin. Te ka një, po. E heqin. Okej. Edhe u këthy Iliriani, tha, duhet tha 10 milion atje, mi marrë ata, mi kontrolu, nesa nëra 9 me nxes, me ardh, me bo një kërkes, qa po hen, qa po dela, ne i bamba. Edhe e pash që po du me deshtu. Unë e zdisha pi veturët. Edhe tha po këthejmi. Thash s'kthejna. S'kthejna, edhe jem dal pi veturës, i shkon një sigurimi i madh. Edhe fapi shkon kështu si zhvill. Edhe ju ku më ofru pak, ja kum bo, sa va, mirësi boku, bam, i kum full, edhe kum pull 2 faqet. Pap, edhe ja kum bo, kom, hajde me ka, e ka qilë. Gëpekin, ja kum jep një paket. Bam, thash vish 5 minuta më vinë mu. 5 minuta, edhe metaj. Tash i sjellja jame, qysh ju gjujt atina si me post shok. 20 vjet e njo. Edhe ma qeli rampën. E na aty levelshin njerëzit dos. Kejt ka pos kësi Jota, Rikevic, Benveja 2024 që u konë Benveja që u konë sponsor si promovim. Une e nisi me S-klas kësë henë mrena. Qka po thume? Henë mrena, edhe tash e nisi tha për 5 minuta ti nuk më nësh mi shpros këtu, se ki shumë.
I shkon për fat një djallë aty, po ato ecë me një karruce që i mledh ke dosene kështë të vogla, po tim për në veturina nëse kona i kun, se s'ta gjej ka asnjë. E thot, fat, edhe t'ja ku morën që ato, kom, e t'ja ku mush ato në veturina, bam, e nisi thash, ec, edhe ja qua drejtërishës që këkës vejnat në shtanë, thash merë. Iliriani tha, une kur njët kështu, tha, s'kisha po. Ku tha nuk e di ku pe gjon këtë energji, ose ku po mënësh e pa besueshme me te kalu shto. Kjo u bo për një fakt që na duhet më mësu kur na jepëm një premtim. Gjithçka duhet me bo për me realizu. Mirë, po edhe nëse na besojnë atë mërësish në vetën tonë, duhet me besu blanko, që unë kam e bo këto edhe e banë. Nëse ti beson si gjys, ja po bëhet, gjithë po bëhet, aja po nuk bëhet. Duhet mi shku deri në fund, sipas Xhenit. Për një me. Mos u dorëzoni, Apeninin Xhenin, mos u dorëzoni, nëse keni një ide, një pasion deri në fund grani, jo me lon gjys se s'muni me realizu. Deshte e kini cak deri në fund graj. Bravo Xhen. Po, e kum kalu jetën me komedi, e kum kalu jetën të bahigore, jëm shku në për shumë vena, në për tepër pozitat nolta, gjithherë të me hajgore, edhe në diskotek, kur jëm shku, për shembull, jëm shku në diskotek, u konë një DJ në duplex, edhe po shkoj të sigurimi një herë, edhe pi thamë, përshëndetje, një sigurima, masane e ku morë vesh, i shkoni i qabiqit, edhe thash, kolonel Shkëllxhen Sulejmani, këtë thasha, më nësh më ma qelë të irën. Tha, po, qelja kolonelit, ma qelen, edhe hina mrena, pina, bam, dola, ajo më kish mojt men mu. Edhe më tha, kolonela, bën vish pak, edhe thash, po mëre, edhe më pak si nëzet, tha, ku je kon kolonel ti, tha se, edhe unë jem kon lufta, opa. Thash, babush, unë e komik i pari. Tha, qysh ke ik? Thash, unë i kum pri kolonës. Për në rshukit vend. E kum shpoll vetën kolonel, nuk i që tërsen qanë që ku. Pa me ca. Në shok tjetër e kam një farbujori, aja bën radiolidhjen. Si edhe ne kum bo ato për 100% e bëj. Pa, edhe ne kum bo, nama në kohën e Sërbej, to që ka pak të... Unë iske në diskotek, unë e veçra ato të klubit i thesha për prokurora pagull, a i bëjke kështu një dy herë, jo e theke prokuror vazhdoni, na vici veçëm ata, vici veçëm a pagullin prokurort. Për këta më puna me pagull. Ajme në ke që jena prokuror, grajin. Me të vetë me thonë, ta prokuror ta ka nej beq, ma mërmendja që diçka du si policia që e ka një Pa, nuk e dija. Po, leti ti edhe nëzirësh, jo më ne veç veta se... Ja, vici veçëm na, vici veçëm. Një herë po du me ta tregu një rast me policie që e për me. Ajde. E kum po qiken një vjetë e gjys, edhe grunë edhe unë e bona një shkelje ligjore në komunikacion. A din që shkojnë këta njerëzit që fat edhe dolin para semaforit? Po e di. A din i kalën janë 20 kjerë, edhe semafori është veç 3 sekunda. Edhe qëllon që nuk eshe mirë, edhe pse të kalzon me sekunda, ty të plasi pesti. Edhe... Ndodha, ma mërmajnja kretve ju ndodh. E vona gjato bëmë edhe, po vjen një kjerë i policisë, po ma këtëm për pora, po del një qikë, flak të bordha, edhe po bërtet shumë. Dokumentat. Police. Edhe mu më pëlqen, adrenalina, këto pika. Se situata. Edhe unë, veç e ku mush gaskin. Bam, para syve ku mik. Edhe i ka, bum. Edhe qika jeme, su konë maksikoz, hinë nërë karik. Këta u dollin për me mdall për një farbanese për mas. Unë hina me një podrum, me kerë, me gru, dolla jashtë, i në gjitha kapuqin, edhe shkova ka policia, e qova në shpe thmin, edhe grun, dolla apet mu flukën. E kanë mojt men kjeri. Po, s'mojtën me mëzanë. Okej, edhe ju ika, që ashtë që ju ika, mas aja ditu konë e dile, të merkuren,
Pishat apo list atje me një kafe të pi kafe. Njëjtit? 11 natës. Edhe shkova, ju thash. Mirë mbroma. Aja bile s'pja përmeni emnin, aja është Linda pja përmeni. S'pja përmeni, mos t'ja përmeni emnin Lindës kërqysh. Mos t'e dirë. Edhe, po qumë koma, po dhe në tha, a na ke ikti me një Audi? Thash po. Thash, a ma keni morë tabelat? Thash, ka zënëm drejt, tha, jo s'ti kina morë. S'kina mujt me ti morë tabelat. Okej. Thash, po një morë, ju ku mik, kum pos qep pak me bo një hajgore me juve. Thash, hajdi të shpia jeme, edhe dënënëm. Tha, qërë është? Tha, shbja po, hajde. Erdhe 11 notës i qova policin të shpia, edhe hypa nalti mora qelcat, dola në garasht, tha, shakon që kja Audi, tha, po, shkru ma dënimin, ma shkrujtën 200 euro dënim. Kuku? E tha, pse i ik? Tha, vish po të qef, vish për qef. Tha, qysh mos me ti këty? Po qysh mos me bje këti mas pari? Dzeli, shumë story interesant. Që ja përshe këto me mujtë, ti edhe si regjisor garanti, ko në shënon, nuk e lërë pa shënuti këto, me loni, me boni situatë, kër e gjiron e i filma një diçka, se po na mungon e disa filma komik të na, përveç serialive që na tu i bu, po na si industri po na mungon me bu filma, që është kanë bu francesht, kanë bu gjerman, du me thonë komedi, situatat të tilla. Është e vërtet që të na mungojnë, po na jena të bo punë të mirë, na jena të punu komedia të mira, na jena të punu seriale të mira, na jena të punu filmat të mirë, na so kena budget si shtet për film, na jena të bo tepër shumë. Tepër ma shumë se sa që duhet me bu. Kena prejk shumë festivale, shumë punë, shumë suksese, shumë çmime, kena mri me pas ekipet mëdhaja në Kosovë, tash është bo dhe rabatin në film, në emisione, në game, seriale, marketing. Kjo neve në animon shumë. Na kur ma mirë, si shtet, nuk i kina pas punt, as si kinematografi, as si artista, se cilë artist e ka kërën tepër të mirë, se cilë artist ka pare mirë, është të bo punë, nuk është të e bo vis një punë, po është të i bo 2-3 projekte. Po në e për mundësia që është. Edhe na nuk duhet mu angumo, se duhet me ndru mentaliteti i të ponit një artist mjerim. Po bre. Na jena konë, hajtë se kjo artist, ja paguj kafen, hajtë se kështu, hajtë se hish. Hajtë se mi bje parët nesër për një paqet cigare. Na nuk kena nevoj mo as për sponsor, është ligji për sponsorizim, bizniset e kanë me interes me sponsorizu emisionin tënë, emisionet e tjera, sportin, kulturën, krejt, na jena, edhe duhet muni super krenar, muni shumë mirë edhe për punën që jena të e po, edhe neve që na duhet me munu, me dyfishu budgetin në gjitha format, në gjitha senet që jena të i bo. Edhe budgetin e qendrës kinematografike, edhe budgetin për ligj sponsorizimit, tash edhe budgetin për rabat, a di që do me thonë nëse na, unë edhe tin, që të emision e thirëm një emision të tilë, i cili vjen edhe gjiron në Kosovë, edhe emisionet në përbot të nivellit të këti emisionit kushtojnë shumë. Ata nëse kanë mi prunë 100.000 euro në Kosovë, na kina me konë partner me ta gjithherë me 30%, që i bjen 30.000 euro. Kështu që, kur, ma mirë nuk i kina pos mund na. Kur, heqish. Vesh me ditë qysh mi lyp. Po, na do të vesh me ditë qysh po thu qysh mi lyp, edhe me ditë që na jena të bo punë të jashtëzakonshme. Me vërtet është. Na jena të punu ton kërejt artistat super mirë. E vërtet, unë të tregova dhe ma herët të i poa me produksione që po punoj sa janë të motivum, sa kanë ambicie o zot, sa po më pëlqin. Se nuk hezitojnë për kur gjë. I thu për shembull 5 herë, Gjerom, që po duftar mas e mora këtë gotë jes farmën të falenderoj edhe si sponsor. Gjerom këtu, e gjeron 50 herë ta gjeron, nuk heziton as pak. I kanë do kuadro, i marrin do shablone, do fenomenal pi bujnë. Hiç nuk pritojnë për para,
kemi punu pak ma ndryshe, e din 2 herë, 3, 1 dubbl, 3 dubbla, 4 dubbla, 5 nuk konë, veç e veri dikur që kam pas amën me ambuse. S'ke pas shans me 1-2 dubbla ec të shtëpia. E kum një fore shumë të mirë te kinematografia që thetë shkojnë do artista me xhiru me një ven me një fshat edhe ja lypin do rrymë atina. Edhe ai ploki thetë më se s'japi rrymën e juve. Edhe tash producenti thetë shko thuaj atij plokit që filmi është për çështje kombëtare. Edhe shkoni 3-4 aty bam thetë bac që ky film që kena to e bën na që ky film është për çështje kombëtare. Thetë për çështje kombëtare në 3 faze shtina. Kështu që tu dosh me kalcun fillim. Edhe misioni jon ka më bo herë do kur për çështje kombëtare. Po tash neve na ka kalu koha çështjes kombëtare. E vërtet. Na tash bojnë punë profesionale, punë artistike, punë të cilën na e mbojna me dashnin më të madhe, edhe për që ta je i thirrun ti, edhe sot nora 8 jetu punu, kjo është një merit shumë e madhe e jotja, kjo vjen vetëm me dashni, kjo nuk vjen me pare. Jo, çashtu. Kjo nuk vjen se ti paguash për këtë mision, ose ai tjetër. Vjen me dashnin për profesionin dhe profesionalizmin. Kështu që na e kena kalu kohën e kombëtare, kena kalu kohën e patriotizmit, e kena kalu kohën kur na kena punu për me tregu se kush jena, na tash do me tregu kush jena profesionalisht. Na i kena tregu këtë botës se kush është shqiptari. Ose me thonë edhe ka aspekti i filmit, i sportit, i muzikës, i krejtve. Komplet. Na tash duhet me jep me kulturë të punës. Unë punoj që 5 vjet me jashtë. Po do na dhe me ditë pak edhe si ju smojlin e ki, pak jeni jo prej udhëhesve grupit, jeni koqa grupi madh. Po. Ju Smojli është një kompani jashtëzakonisht e madhe, po tham apo din jashtëzakonisht e përbën për shumicës shqiptare. Bravo. Edhe CEO kryesor Alberti Fazlio është shqiptar, një djalë i një dëshmorit Kosovës, i cili pas luftës ose në luftë vendoset në Belgjikë dhe arrin me bën një kompani edhe na ofron neve rreth vetit. Bravo. Edhe një kompani e cila numëron afërsisht për 900 punëtor. 900 punëtor? Edhe një gjallë. Me bor globin, apo? Po folin shtetet që funksionojnë. Që funksionojnë, si ju Smile. Si ju Smile, funksionojnë në Belgjikë, në Tunizi, në Madagaskar, në Francë, në Kosovë, në Kroaci, në Zvicër, Shqipni. Kryesisht janë shqiptar, shkëlzen? Ja, po foli për shumicën udhëhecë. Udhëhecë, po. Ose çush i thojmë na kjo grupi i kryesisë. Menaxhues. Po. Kena biznesi ju Smile, që i thash, nëse e folëm me numrat na tregojnë sukses. Po. Bravo. Edhe fol punës, të angazhimit të secilit secilit prej neve, të unis prej Albertit, e Farukit, e Samirit, e Tonit, e Zhavodit, e Enisit, e Muë, krejtve, na që apojmë një punë të jashtëzakonshme të kësaj kompanisë. Edhe, po suksesi i kësaj kompanisë, nëse unë mu ma thua dhe qyshe e adresan këtë kompani, është vetëm me një fjallë me thonë, është modestia, angazhimi edhe të qenit modest. Kur po tham modest, nuk po tham në atë aspektin se keq kuptuat në Kosovë, po nëse e kini sukses edhe nuk prejk në tokë, nëse e kini sukses e mshel ditën edhe kur e qetë shkryt një astak, nuk e falenderan se cilin prej njerëzve që ke bashkëpunu gjatë ditët të sotit, suksesi mund tjetë me shifra shumë i madhë, po ti nuk i moni mirë për punën që ke ma bo. Dohet në fund ditës me falenderu edhe me kujtu se cilin prej neve qka ka bo për ty edhe qka jetu bo ti për ta.
kur këto dyja parazohen mënyrën më të mirë të mundshme, qaja është modestja, modest të na keq kuptuhet, pse thojmë modest, se ta shën rrugën pak, plot njerëz janë modest në këtë mënyrë, ta shën rrugën, po veprat janë ndryshe. Modest është që me ditë se cili prej neve, që në ekipin që je ti, se cili prej atyre njerëzve është i rëndësishëm për ty. Me qenë falenderues. Me qenë falenderues dhe ti mos me konë ma nalce. Ma nalce ta, ma i madh. Unë po ta tregoj një rast shkëlqen se pak çka e tha është shumë e vërtet, edhe modestia tek njerëzit dallon. Unë kom punu në Londër për familjen Kay, Philip Kay, ka qenë njëri 97-8 dikun në rang list të anglezëve, the richest man in United Kingdom, që thojnë pasaniki më i madh në Britani të Madhe, dhe kom punu për ato. Edhe një ditë për ditëve më thirrë, hajde tha shef ulë këtu, ullën tavolin me to me të thirë bosi, në kuptimi na që shemi rritë, dhe kur për na emën bos, tu kanë të rridhë kund, se ti me pas një shansë, ose një 2 minutës më ullë, ajo ka qenë klasia ma e madhe më ullë me to. Po ai qash thjesht merë, që kur edhe pytë ke zakonisht thjesht, muhabet, çka po bën, çysh po shkon puna, aty unë edhe u drejt sa edhe të fol, mi ka dzu bosit, ma qiti një cigare, ato, kafën, këti thjesht, këtë muhabet, po shoferi me Bentley e prit ke aty jashtë. Do me thonë, qash ka pas pushtet, power, me ndru dhe sisteme, po me një refugjat Kosovës, me një anonimus që kërka kur gjë nuk jam, me tull tavolin, kjo është me të vërtet modesti. Njëjtë më ka ndodhë kur kom punu për Devolt, me Haxhin, ai ka qenë shumë një njeri i tillë. Do me thonë, ma mërmendja që dhe i si tillë, kur ka ra me flajt na ka mendu të gjithve. Më kujtohet shumë mirë kur në martu këta djemët kemi qenë darsëm, mu leze qenës edhe fatosit, Haxhia u qunë na i puth ke durt, do me thonë, pe këtë musafirve që ishin në darsëm grand, neve na veçoj pak. Për atë arsye se me të vërtetë kemi dhënë atë kontributin tonë maksimal edhe për kushtimin, për me mujt një produkt me pasë, edhe ka menduar atë produkt ai në kokën e vet, që po thuçi me qitë në kryt, mi menu misil ran ata. Edhe për atë arsye ka qenë suksesshëm. Shumë e rëndësishme kjo është ta tregoj një provojë kështu temën personale, një bashkëpunëtore morëm në zyre me punu dhe ma tërgoj një email, përshëndetje i nderuar drejtor, diçka qështu, një leje. Edhe thash. Okej. Kjo email refuzohet vetëm për një arsye. Pse më the drejtor? Po. Ma mor mendja. S'ka këtë drejtora, Po normal. S'ka bosa, Ja, s'ka. Apo ti nuk ka, definitivisht na ka kalu koha e shefit, bosit kja. Aja emri të cilën ti do të me respektu, ka pozita, is okej është, atin. Po kjo ndjesia që shë the ti, mu dridhë para bosit, në kohën cilën jenë atu jetu na, është me egzistu aja në mesin e një komunitetit, ose grupit, ose një punës që ti e bën, aja është defekti ma i madhë. Qartë është. Ajo është defekti numër 1 i një kompanisë, i një organizatës, i një klubit, edhe një funksionimit të mirë fillt një punës që duhet me bo. Se për me bo qitë emision, duhet me organizu do njerës, sa do pak që janë ata njerës, duhet me koordinu, e tash me orë me thonë, se erdë, bosi, liri, ba të sklot atë. Na kemi nevoj, bre të qysh po më doket, bre kemi nevoj musil. Une kur i kom thonë, bosi tem, bos ta më së më thuj, bos të theron Filip. Apo kupton, ai vetë fakti ti, a ishtë bosi, s'kishe nevoj me thonë, bosi, u shike që bos. Rëthonat, momenti, lëvizjet e tina në kontë bosit, ka lind bosaj. Unë e kumë punu edhe seriala, edhe punë. Edhe shkum në Zvicër, me taku një biznismen, shqiptar. Salen që është në mosh 60 vjetë për pjetë, edhe për na prete do me në animoneve pak diçka për sponsorizim, një 3-4 artista, s'pi përmeni, unë nisëm edhe rrugës me vetur shkonë, okej, u vendosëm në hotel Tina, flajtëm atë natë, dollëm të nestrit, sa në lobi që aty kom ju taku, na kanë rejsh një darë të mirë, edhe po na pret, hinëm na, erdhaj masanine. Okej. Edhe, se cili shokët e mi, kam pos një farë treme pak. Se mu taku me që ato, një farë busja, një knej, bam. Edhe, unë s'ta kam as një tiq. Hiç do me thonë kur gjukja. Se ti mund është me konë miliarder e milioner, për mu nuk të të kur gjë.
pse ajo është diçka në politikë ose diçka nuk funksionon kjo. Unë veç ka njerëz lloki kështu, apo. Edhe erdhi një burr i lirë, çaq zotni i shkon 60 përpjet vjet. I veshun kat kravot, fapi, shkon një pucet forta. Edhe ja japi aty në shokëve të mi. Dorën. Edhe ma tha mu. Edhe në fjallin e parë i thash, hash budall ma të madhë kur njës pas na po. Bosi ta? Pa bosi. Hash përshëndete, hash budall ma të madhë kur njët nuk pas na taku. Edhe u prish muhabeti aty. Ura, van. Këta dy mu as i deshëm në këshyrë. Na i hupe, shponzorit, na i hupe. Edhe, tha, hajde të tregëm, tha, pse, tha, budol, se u prish muhabeti. Edhe i thash, një njeri që ka rinor me qenë, që ka zotni, edhe që shty me konë, mu taku me neve. Po, do të me konë, thash, pak në aspektin pozitiv, budol, pak, kaptin, se për ndryshe, thash, nuk ish mujtë kështë. Tha, peshe, qëfar thoni, e tha. Bravo, tha, po më pelqen, tha, se bashkë, tha, që shty nuk jo morë me kur gjë, ju më konë një farfor me pak ish kuptime në aspektin pozitiv, gjithherë për thamë, pak si ma budol. Se nëryshe nuk bëhet. Mirë, nuk ju dasht aty në shokëve të mi, edhe aty në sceneve as me lyp sponsorizim, as u realizu projekti. Me rëndësi, tena është qasja. Qasja në te gjdo kush është shumë i rëndësishëm. Te që shu qasësh, se ka kja ideja e të qenit kapo, shef, bos, anejnaj, knenaj, kjo është keq për dorë në Kosovë shumë, edhe është hargjit, edhe është diçka që nuk në neve kur fa suksesi. Kanë qef bre pak dzene unë e ku po, isha me njerë me një kafiq këtu të këtu kafet, të kafiqat qënë, edhe isha të pi kafe, të jedina aktor, të regjisor, të mos që mirë me botën artit, vrejmë shumë sene, detaje, sidomos në to, edhe unë isha të pi kafe, kur peshonjonin. Një djallë, iri, edhe po pret në tretuar. Një Mercedes Benz në gjyrë bronz, pak ma poshtë, edhe aj me një farqante. Po pret, edhe e vrejta që diçka ka mendohet aty. Para meno, që të rrike, nuk li vritke. Aj me Benz, u qu shoferi, ishtë, që me thonë, 2 hera, 3 herë maj vjetër se kë, ja murë qantën, ja qeli derën, e qitin ka rikë të parë, e msheli, hypin në Mercedes, e vozitin një gjys metre ma nalt, nuk shekaj gjys metre ma poshtë me i, një gjys metre shkaj rikëferc, dula për të shoferi, ja qeli derën, hini, e msheli, unis. Kjo me në kalzu neve të tjerve që ishëm kafiqa me priqi, unë jem bosi. Në fakt zen, mu si i lirë, mu duk ma bos shoferi, se so ky që boni atë veprim, atë gjest palidhje. Ati që ma shumë ish me kalzu, për ata për thëmë të na, halo është a e ndjenja, që unë jem bos, unë jem ato, e nuk e din kuptimin që bos nuk të bon ajo. Që po thu pikrisht. Zën kur e përmene këtë biznismenin pak në kuadrët e politikani që u dëkshe, ti ke punu pak edhe në politik, pak je marrë një tro, po të regonate që ka komedi që ka ndohë, në protokoll më duket, apo? Kom punu në këtë format, edhe në protokoll, edhe po, është e vërtet kom punu një 5 vjet. 5 vjet? 5 vjet. Kom kalu një 5 vjet ofër politikës, edhe ofër Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse folëm për politik, fakulteti i artëve që kom përfundu, fakultetin e artëve, regjinë e filmit, edhe masterin që kom bo menaxhim të përgjithshëm të biznesit, në kuadër të shkollës teme për këto, unë e shti edhe pjesën teme të politikës 5 vjetë. Edhe duhet pa tjetër. Se ka qenë një shkollë e jashtëzakonshme. Është speciale, e veçantë është. Mënyrës ma të veçantë që mundet me mësu njeri, nëse do me mësu, mundet me mësu. Na, si Kosovë, që fola për filmin e për këto, na kena shumë njerëz gjigant, edhe në politikë, njerëz që kanë kontribu jashtëzakonisht shumë për këtë vend, njerëz që kanë bo punë shumë të mirë. Edhe, po politika nuk është diçka që i duhet një artistit,
ose i duhet përgjithësi artit. Duhet me konë diçka ndome njëna për tjetrës. Po du me ta thonë një sen një ndodhi, po do jevi unë. Edhe tash pe përmeni një përhir të parë, një ndodhi, edhe më thiri, Hashim Thoqi. Kenëm live një stenish. Edhe ma bërë në qështu me kry. Unë pak nuk i kuptesha këtë sena. Si kuptesha, se si kuptesha. Rasisht, unë si më konë detyre ti, në detyrë për ta, po unë e kesh që aty, edhe po ma bëm pap, edhe shkova, edhe më tha pap, diçka. Tasha ju më ka thonë mu, hiqe, ka me dollun e me fol, thuj ekipit dhe të hekin foltoren. Po nuk e kum një mirë. Edhe shkova i thash aty një, thash po thet, shefi, hisni qitë backgroundin kejtë. Tha, ty shkruj këtë diçka që shty, se që ato marroki mu. Edhe tha, hiqe qëto. Ata djemë, s'ka logik, jo, djenë me hjekti qa po menanti. Thash, që shkoni vetë ne, unë nuk shkoj mi thonë bo. Edhe u sillum ja 10 minuta, nuk dishëm qa me bo, kur erdhen, unë thanën, mos ka thonë bre, folture me hek. A, thash, po më duket folture, mos ka thonë. Se folture, shkum pash. Edhe njëta të regaj, me politikanës po të regaj, kur shushtaj, ishun të e vozit, unë e mropa, edhe shoferi shok jemi. Edhe ajt nuk e di ke rrugën. Thash qërë që avu bojnë. Na të orë, hinin kërë, thash, nëse të prejki që të qe, këthejhesh që knenaj. Nëse të prejki që të qe, këthejhesh knena. Edhe po vazhdojmë, këto peqojmë. Okej, unë i thëmë, bam, e preksha u këthejke, pam. Tash më dul këthesa, pam, më këthy. Ja, pam që shtu, ne? Tha që tash nuk di ka këthejna. A i politike, tha pse? Tha se e kina bo me zene një fartrike, që shtu më këthy, po, tha që më përsjellë më. Që tash, dyherë, tap. Tha nuk di, unë ka me shkruzi. Nuk ti bëra frapet ka erdhëm. Politika, ka njerë une, po mdo këtë, ju thësha dhe shove kështu, kanë fillu me na marë bukën neve si aktor, politika. Në ku vend jëmë bo, ka njerë po të regojnë vica, tregime, storje, ma interesant se na, edhe po kanë shikushmëri shumë a shumë se na. Njerëzit ka njerë, kujtot një periud ka qenë një Jugoslavi, kur parlamenti që e këshushin krejt njerëzit me televizor me qaja, so kur që kur dromë, si shfaqe, si që me po komedi. Unë kom pos rastin me nejt me shumicën e politikanëve të Kosovës, edhe me hine përzyre të politikës të Kosovës, thamë qështu, me hine përzyre, po janë artista të mirë politika, sepse se cila zyre në politik ka televizor në zyre. Për deri sot ti me një zyre ki televizor. Për qa në kupton aja. Vish Kosovë ka zyre për punë edhe ka televizor. Kërkun s'ka televizora. Tashe kuptoj e ti vetë. Ku të zelja është aty, ka zona pak s'bërthet. Me këqyr. Me këqyr aty në televizor artistat edhe mëso është i tani zikur. Qashtë. Po, politika është diçka që thash më ka jep një shkollë të mirë, një provoj të mirë, i respektoj ata njerëz shumë, të gjithë politikës. Normal. Edhe shëqyrqion tonë, që e shumë e rëndësi. Apo den kjo është thash edhe më herët. Ka njerë bindjet janë ndryshme, po me rëndësi, veç kur po flitat shqip, kjo është madhështore, po të botë zemra mal. Kjo fjalë, që to e kemi prit. Kjo është shumë e vërtet. Zem, edhe si drejtori i festivalit hyne shanë vrona, ka pas në një ndodhi diçka, ka ndodhë diçka, po du gjithmonë atë me të nxerë atë mirën e dzenit, atë komedin që e kisem, po du diçka shumë serioze, po du diçka me të nxerë, edhe për publikun tonë, diçka që ka ndodhë interesant, atë kujtojt në situatë komike. Se në festivale ndodhë gjithçka ti e din. Po, gjithçka. Ki ka njerë ja uqin edhe kur vinë musafir të uqi i thirë, me ndere, me respekt, jo në alamet aktor, po foli për një vendit
tjetër, edhe nuk i përkthys ose kini përkthys anglisht, edhe ti e kupton që ai që vjen është një gjys anglezi, gjys blam son e din, ja hushin ka njerë i kupon në për festivali kur marr pjesë që është këtë kundërtën, sidomos gjeneratat e reja. Unë për festivalin Hynesha në Fran, festivali Hynesha në Fran është një festival që si vjet ka marrë edicionin e 17. Do me thonë festivali maj vjetër i filmit në Kosovë. Nuk është që e kena themeluan. Themelusi festivalit është Besim Ajeti, është aktor. E di. Po, edhe një për bashkëpunëtorëve të ngusht, unë jam mësus e kam Besim Ajetin, edhe e tham me shumë edhe menaxhmentin në Pjetër Budi e ke apo? Po, menaxhmentin po. Edhe nuk pe tham nga aspekti mësus. Po të kuptoj. Pe tham mësus nga jeta. I jetës, po, ka njerë që ai shoku ti mëson plotësane. Kjo është e vërtet, e ka themelu Pre-Film Fest, është një festival që realizon si vjet në 2025 në edicionin e 18, dhe kena provoja të jashtëzakonshme me festival. Unë tash kum jep dërheqje për drejtar ekzekutiv, jam drejtar artistik i festivalit. E nisi është drejtar ekzekutiv, Besi është drejtar i bordit dhe themeluesi i festivalit, edhe po presu me shenu edhe 18 vjet mi ba, e mas 18-in ideja jonë është që ky festival më marrë në patronatin e komunës të Prishtinës. Ose qeveri, sepse besojmë shumë që jo shkriju një vepër me një histori 18 vjeçare e që do të trajtohet. E vërtet. Duhet të trajtohet ma ndryshe. Tash, du me thonë... Diçka interesant, diçka që ka ndodhur në festival, diçka që zakonisht, s'diku e pash dikun, kur është majt një koncerta mas luftës, dikun të na në Kosovë, në Prishtinë, dikun edhe këngëtarët kanë qenë në binë, edhe për shkak të jo stabilitetit binës e këto, ose shumë njerëz që kanë hyp, edhe ishin rëdzu. Po, e vërtet e kum një dhe ne. Unë e pash, ma qitin një ditë këto, se ka njerë po inë në këto rrjete sociale për këshyri, po unë e kom qef me këshyri si këta të Brazilit që i tutin, me në lifte, me ato kufomat e pranks, këto, po më do këtë interesant. E një prej atyve tu i pa këto tu kesh, tu rëdzu, ma qiti edhe në Prishtinë të na, me një koncert. A ka ndonë dhe diçka e tillë për to festivali? Se më duket, kur hypin tona ta njerëz, alamet t'i thirr njerëz burr shtetas për shembull, edhe hyp mbin rëzo. Me festival, jo, dyshysh festivali i takon një pjesës tonë të që 3 ditë, edhe me do musafir nuk me veçu në ndodhi diçka që na ka bo me përmenu, se me thonë tash në këtë rast, po festivali është një pjesa ma e vitit 3 ditë që neve na japin shumë hare, gëzim, festojna, nejat janë shumë të mira, dalëm edhe programi... After party të janë ma të mirat. Kjo është diçka që na plotson kështu nga aspekti artistikisht. Në gjitha festivalet pi lavdojnë të huj kur po vinë after party, se për me potina dhe mi ndreq, edhe mi bo, edhe me muzike, me neje, me ambiente, me këto lokacionet ku piqojnë po manitën, kur piqojnë der të vene, këtë rinim, sidomos të bukur, të pashëm, të mirë. Unë shpesh i nguci ka njerë, thëmë ta mas luftës, unë e vajzën tem gjinën e kom për shambull është gati 2 metra, i ka 15 vjetë. Thash, na si prind, në kohë tonë që shimi rrit, na shta dhe na kemi pas ambicje më bot maj, po s'po mujmë se gjithë të rrudh. Më zgat na këta të rrit, si kastraves sincer. E kena pas sot si vjetë një Walker, një musafir nga Amerika, New Yorki, edhe aju knas të kajtë. Knas të kajtë. Çdo ditë që ajo kena tregu një histori që ka ndonë në Kosovë, që nike edhe për i vullnetarve, edhe për i menaxhmentit, edhe për i njerëzve, edhe në isha një emision të aje, edhe u knas të kajtë me historinë tonë. Po, është interesant. E menoj që neve na vynë sa ma shumë që si njerëz,
kur vinë mesin tonë, e na i tregojmë historitë tona, se nashta mos na u kanë bëbë atë neve pak, ose u bë një përditshmëri që neve rutina nuk po mujna mi vlerësu, edhe me po, kaj ke aj, në i shonë të shonë, qa ka mërë, që po kohë këpse po kohë. Po jo në, aj kaj ke. Qashtë është? Kështu që na me të vërtet kena shumë historia, kena shumë mundësi, edhe për komedi, kena mundësi, edhe për tragedi. Tragedie, filma, sa të dush me historitë e popullit tonë. E vërteta. Zeri, për fund, po kom qep me na tregu edhe një histori, kom digju, fakt mu, po më ka tregu e nisi, do kufina i ke kalu i legalisht, kër e kom pak ma kështu, to, ke dishkat. To e sane që si këna një pejtzenit, që kjo është me rasi, po dojna me dit pak. Na na thash që për biznes merrem edhe me biznes edhe me tjera punë, tjera biznes, edhe me ndërtim edhe me shumë lamije na hija, po den thash çështë që s'm pëlqen me fol për biznesin, biznesi është një punë e përditshme që e bëjmë na, edhe më shumë e suksesshme është ndodhit tona, përditshmëria, njerëzit, sidomos kur ka ty që një gjithë komedia, po t'jedhe bon komedi. Edhe unë nisu me ekip për me kry një projekt në Malzi, në Tuzë. Edhe i morëm këtë ekipin, e nisi është arkitekt, edhe këtë ekipi me neve, 2 këmba njerëz, unë me nkërë me ta, po shkojmë të kufini, sa nuk i ku morë pasaport. Ku? Thashë, letërsimin e ki? Jo. Sa jo. Tash na shkoj shumë mbrëmje, u bë ora 11 natës, doj shumë me flajt aty, nesër më çu me nis ky punën e ekipin e shë edhe me vazhdu, më kthina për Kosovë. Thash unë nuk kthena. Si xheni mo, deri në fund. Ja, thash unë nuk kthena, më kthy tash në sonte në Prishtinë. Edhe nesër tani më orë po të goricën tozë ka zbazë punë. Edhe tha çfarë do më bëj, thash hajde shkojmë ka kufini i Ulçinit. Se e njënjone. Sta njëm shakë kanë hiqëne. Shkova e parkova kjerin, dola për kjerit se e nisin, do dojsha e nisit me argumentu që për i me njën. Për njoftiq. Edhe e lash kjerin që atje, shkova hina dheri të kabina. Edhe thash që kufini, apo aj polici, tha, okej, edhe u kthejva. E kryva. Fash e nis e kryva. Edhe qa me bo, tha hajde. Bish liru, po është liru. Sputut. Edhe hina drejt kabinës policit. Jo kabinës policit, koridorit, është në kufi mrena. Po. është një farë koridorit drejt hina. Edhe unë vish kesha. Mu kesh ke mu se unë e paramendesha që nëse në nëzoj neve. Ty kur gjumë që ato? Ja. Ky ka mu djekë se e rajta, pëdhin. Edhe theke, dzenë theke me ku ashtë aj, ku ashtë aj që kina me full, thesha që, dola është, fap, e qovat jashtë atje, të do thera, thasht, që të full, se që të pritëm, se stash vjena njëri, u ktheva e mora kjerin ten, e kalova me dokumenta, kështë edhe eta. Dhe mo, tani ju ka dash këtina me shku në ambasad, me marrë një letër, që ka u dokument. Për më këthy. Se i shmet Malzi. Pa i shmet Malzi. Kena shku. Hajtë, që me botash. Hajde, dzen. O rrit djali me vozita. Pa u rrit 4 vjetë. Bolli pas ka bo. Inshallah s'ka go mi ik policis. Si do mos lindës. Thejke, e nisi e dënë që une nuk kur të thuna, që shtu i bojmë që si tripa. Edhe në kufi, ja dhash pasaportin e lordit djallit ta. Edhe pap, a i tha, me ke dhonë, tha pasaportin ka bim. Se une për të kalëzaj që unë në aeroplan nuk hypje. Tutësh. Pa, se kam fobi. Kej tutën. Ja, unë kam fobi shumë të madhe, kështu që nuk hypje. Udhëtimi jam është Durrës, Itali, edhe shtanenaj. Meker. Mas mirë. Pa. Për to ke vlla. Tash, ja pa pasaportin e lordit djallit tem.
Tha, kush o kë? Tha, quni, Tha, pse tha ma jep, tha, ti pasaportin nga bim? Thash, ja bre, unë falë, zotri polis, thash se djali pe merë kirin edhe tani po vozit, këhere mu pas ka përzi, po që po të hepi temin une? Edhe, tha, si me nën djali vozit, 4 vjetë, po ma po polici. Talë është ti, tha, me policinë e shtetit, ta? Thash, jo, nuk talë me policinë e shtetit, po me policinë e Republikës Shqipërisë. Edhe në arrestu. Na qëtën atë, na majten edhe një 1 orë, pse po përna i kore ti me policinë. Kuku. E nisët e kja, jeti për normal. A ju lëshun tani? Po në lëshun. Në gjomë, në diçka jo? Jo. Edhe një po ta tregoj me kufi. Hajde. Ku jëm tut ma shumë ti në kufi, është me shku në Turki. Prej Greqis në Turki. është kufini shumë i gjatë, edhe ti 100 kontrolla ki. Herën e parë shkova, bashkë me nisin, tha që të tha ti nuk je, tha të bo kur gjumë kufi. Dhe tha s'po ta dënë, se për me aty është, nuk e di atë karo me... Jo, kom digju që është... Me kaluan e... Jo, diko një 40-50 asi... Shumë a gjatë. Po. Shumë a gjatë, nështë 100-200 metra është kufi. Edhe 100 kontrolla, i ki, del për kirit, bab. Si me thonë, arova pet me shku mas një 5-6 muje. Ish dal një polic aty, ish kon një shyhret shumë, fort e polici. Turk. Kështë si një farë kapadaije, ish kon me musteqe, fap, mojke, revullin, me tatuazha, rem t'i bojke kiti, palejke kështë, njerëzit. Edhe, veqa kom bojë njësit, thash të përshëndesën e vabja këty. Jem dalë. Jem shkuj, kom thonë atina, thash, unë jam mafiashi ma i manë Kosovë. Qështë me daj? Thash po, thash, jena mafi. Thash, du të me nëshu shpejt neve me dalë piktushit. Edhe u orë të këta, shuk të njëzë dhe një shok i tjetër ka qenë. Në kërë. Thash, qek, kjo flëkte, gata, mafi. Kjo mafi, unë e mafi. Edhe thash, shona, leqin arshoj neve me jesë kufi. Po edhe unë dilësha se ka bëshin dokumentat e kështu, sport bësha. Ma nuk i vleti aja farë ndjenja kapadajis në kufi sa kene që të rem. Edhe i kalzova e nisi që edhe këto e bona. Deklasova. Shkëllëzën, shumë falimderi që ke gjithë ku me qenë pjesë e podcastit, me të vërtetë ke pasuru këtë emision, na ke knasat me tregimit e tua, këto interesant, diçka që prej dzenit që të shumë, ty serios, shumë pak ma me nëzirë diçka ma të mirën të mosh me sidomos këto tregimet e tua që jënë të pa fund. A petë kum hi unë pak ka serioziteti? Pak, s'ka lidhje. Po se kullum vetë për që si tema nuk du me klonë pesimist kështu, edhe du me mi posanet qështë janë rallë, e tani që atu pëmbojnë pak me konë ma serios që ashtë është. Se për me diskutu kështu pa rotla kështu me konë apo den. Muhabet i lirë. I lirë, kjo është tepër mirë, falinderit edhe shpresoj që çdo herë me vazhdu muhni zoni i njerëzve të suksesshëm, e tortit, të filmit, të gjithë shkofit, në formën ma modeste, të mund shumë ma njerëzilake, sepse na kena shumë mundësi mi jep ekranit, me thonë kështë edhe televiziorit, po edhe kinemos edhe krejtve, me historit tona të brendshme, qka na jetojna për të qmeri. Se asë një i ri, asë jam i bindun, nuk u rritë që shim rritun edhe që shim rriti. E vërtet. Na nëse e bojmë që ato film, nëse e bojmë që ato serial, nëse e bojmë që ato shfaqe, aja është e papone. E vërtet. Nëse na e kena kalu ditën tonë në një kohë matë mëq me ma heret, krejt ndryshe, aja është e bukra jonë, edhe aja është unike, na që ato dohet me shpalos. Neve nuk na mungën kur gjuhish, na dohet me pas vullnet shumë a shumë, se cili prej neve edhe me këtë rast, apo dhe ne shfrytëzoj rastin me ju thonë gjdo të ri, për mu, si Shkëllëzen Sulejmani, gjdo sen që une e ku me ndrun këtë jetën teme, une e ku me realizu. Bravo. Jam super i knaqën edhe i përmbusht me ondrat e mija. Ama ato që e thëzën, deri në fund, mos munol.
nuk i kuma realizu as në bazë të familjes, as në bazë të babës, as në bazë të vllot, as në bazë të kërkujna. Në bazë të vetës shoqnis. Tu ju falenderu edhe modestis. Po, modestis, shokëve të mi, partnerëve të mi, njerëzve të cilët na kanë përkra jena bashk koordinu edhe kështu për me ecë drejt. Është shumë e krenore, për shembull kur thash te Jusmoli, sot në Jusmaj hina në për mbledhje njerëzit me fëmijët e vet. Një burr çikën e koshtë, hin mbledhje fol për biznes, që kjo knatësia. Qartë. Na i na mësuan ryshem i po biznesmenat Kosovë. Qartë. Kur e pa në Kombet Bashkuar me atë grun tu e ushqy bebën ajo kon. Po, ajo fantastik. Që 5 vjet jetoj me këtë mentalitet biznesit apo që 5 vjet është super knatësi. Bravo, Zeni. Knatësi e madhe me qenë ofër njerëzve që janë modest e tani suksesi vjen vetë me punë edhe gjithsesi duhet me pas sukses. Edhe vjen gjithçysh, natyshëm është. E shfrytëzoj që thash fillim rostin më ju thon njerëzve që mos asnjë moment mos me pas dyshime në ëndrat e tyre. Kur mu kanë bërë ëndrat realitet. Që unë jam djali i dytë i Qerkinit që buk s'ka hungër, s'ka pas me hungër, po njerëz sot që janë që të që, atë 100% i kanë mundësinë edhe ëndrat e tyre kanë më bërë realitet. E vërtet, na kemi e Kjo është një mesazh që e tham për fund edhe bravo Zeni. Edhe sukses e kredi. Shumë faleminderit. Pra, shkëlqen Sulejmanit, dëgjoni çka ka thonë deri në fund. Ju lutem edhe sa më shumë ju thon shokëve me bës subscribe, sa na duhet subscribe, na duhet shikime. Po këto shikime nuk janë veç koti, këto janë me të vërtet mesazhe që na tha shkëlqen Sulejmani që janë 100% të sakta. Mos i hupni ambicjet, moni ambicjet, punoni deri në fund, edhe keni me pas suksesin. Faleminderit. Natën e mirë. Zeni, shumë faleminderit. Faleminderit shumë.